Allahu subhanahu wa taala me një folje ka thonë: falëndero mua dhe prindrit, me një fjali ka shti. A kupton sa nga to? Andaj nuk duhet askush mi shku mendja mi shku, mu rebelu ndaj prindërve, apo më shmi respektu ata, apo ato gra të cilat i nxisin burrat e vetë, mos mi respektu baballar e burit vetë. Le t'i kenë tutën Allahu subhanahu wa taala se kanë me t'hin xhenem. Wallahi kanë me hin xhenem, që për tekat e veta, për lastosit e veta, për budallakijat e veta, i nxisin burrat e vet, mu rebelu burrat kundër prindërve të vet. Çka do me shtin xhenem ata? Ku do me shti ata? Le të kenë frikë Allahu subhanahu wa taala, çdo motër muslimane që tutet Allahu xhel xhelalu. Shtypat mlleftanin, shtypat budallaktanin, ulo aty rrisinjeri, mos e nxit burrin kundër babës së nënës vet. A kupton se Zoti ka e kur t'ja bërë Zoti dënimin burrit tan, ka me të pruve ti se bashkë me një gulmin apo wa uqul walidain, kujdes, e një shkurli wali walidain, me një folje ka pranuar. E ka pru Allahu xhela, mu falënderon dhe prindërit e tu. S'ka në Kur'an që si forme të ligjërimit. Asnjë ajet nuk është kështu. Dhe i treti, ka thënë alayhi salatu wassalam, dhe i treti është ai personi i cili bën zullum, edhe lloji i zullumit të tina e meriton ti dunja me apo dënim. Cili është ai? Ai i cili nuk lidhet me Islamin. A ka më të keq se me prish familjen?